Një hadith i profetit alayhi salatu wasalam ta përmendi shpejt. Thot profeti alayhi salatu wasalam një hadithi është i saktë. Thot profeti alayhi salatu wasalam idmanu li sitten, më garantoni 6 gjëra më garanton musliman. Do me hyn xhennet? A do me hyn xhennet? Po kret du me hyn xhennet. Bëj këto 6 punë që i ka përmend profeti alayhi salatu wasalam. Nëse i bën këto 6 punë që i ka përmend profeti alayhi salatu wasalam, inshallah me lejen e Zotit kemi hyrë në xhennet. Ky është hadithi i profetit alayhi salatu wasalam. Ka thënë profeti alayhi salatu wasalam, më garantoni 6 gjëra, t'ju garantoj xhennetin. Më garantoni 6 gjëra, t'ju garantoj xhennetin. Cilat janë këto 6 gjëra që i ka përmend profeti alayhi salatu wasalam? Normal duke i bë kushtet e shartet e Islamit. Pastaj vin këto. Thot profeti alayhi salatu wasalam, isdiqu idha hadathtum. Kur të flisni, folni drejt dhe mos rreni, mos gënjeni. Hiqeni gënjeshtrën prej fjalorit juaj. Muslimani nuk do të ekzistojë në fjalorin e muslimanit gënjeshtra. Nuk do të ekzistojë gënjeshtra te muslimani. E profeti alayhi salatu wasalam thot, nëse do me hyn në xhennet, më garanto 6 gjëra të hysh në xhennet. Kush? Kur të flasësh, flit drejt dhe mos gënjej. Shifni. Ai që gënjen, i gënjen njerëzit, ai nuk është rahat asnjëherë. Gjumi s'da bëj rahat. I ka gënjy njerëzit, ndoshta njerëzit e kanë besu. Ama ai person i cili gënjen, ai nuk është rahat. Njeriu i cili e thotë të drejtën, ndoshta njerëzit do hidhrohen pse e the drejtën, ama ti gjumën ke me bë rahat se ke ndërgjegjen e pastër. E ke ndërgjegjen e pastër. Allah Azza wa Jalla përmend Kur'anin e Kerim kur thotë Allah Azza wa Jalla nuk i don gënjeshtarët. Prej cilësive të rryme që e urren Allahu subhanahu jalla xhelalu është gënjeshtra. Një profesor i janë thonë kur fliste për këtë çështje, thotë nëse do ta shikosh veten tënd, provoje veten tënd, a je njeri që gënjen apo jo? Shikoj thotë nëse gjendesh në një moment që s'ke nga t'jamash dhe dalësh për atij situate të vështirë që ti ndodhesh, del për asaj situate të vështirë vetëm se duke gënjy. Nëse nuk gënjen, edhe në këtë situatë të vështirë, dije se ti je i sinqert. Dije se je i sinqert. Pra, e para, thot profeti alayhi salatu wasalam, flisni drejt dhe mos gënjeni kur flisni. E dyta thot profeti alayhi salatu wasalam, kur premtoni, mbajini premtimin. Subhanallah. Ti ishte profeti alayhi salatu wasalam, midis njerëzve sot dhe midis muslimanëve sot, Allah se më gjenë harujt, nuk e dim se çfarë kishte me thënë profeti alayhi salatu wasalam, kur të shikoj një musliman i cili ka njerëz mirë, do ketë njerëz mirë, nuk ka diskutim, flas në përgjithësi, kur shikoj një musliman i cili të premton, ta zbukuron atë premtimin e vet, sa ty duket që 100% u bë, dhe të nesmen nuk e man premtimin. Nuk ka cilësi e besimtarit kjo. Nuk ka cilësi e muslimanit kjo. Muslimani duhet jetë i besës. Prandaj thot profeti alayhi salatu wasalam çka? Thot kur premtoni, mbajeni premtimin. Kur premtoni diçka, dikujt, mbaje premtimin. Ka raste tash që momentet ndryshme për shembull nuk favorizohet me mbaj premtimin, a ne flasim në mënyrë të përgjithshme. Dhe treta thot profeti alayhi salatu wasalam, çojnë amanetet në vend kur dikush ta jap amanetin. Tani unë jam t'ja thonë këtë hadithin juve, që ta shikoni edhe vetin, ta shikojmë vetin tonë faktikisht, a kemi ne këto 6 cilësi. Krahas që duhet namazi, krahas që duhet agjërimi, krahas që duhet zeqati nëse i plotësojmë kushtet, krahas që duhet haxhi nëse i plotësojmë kushtet. Krahas atyre, nëse i ke këto 6 cilësi, dije se e ke të garantuar xhenetin mbas hadithit profetit alayhi salatu wasalam, nuk jam të thënë asnjë sen prej asnjë gjë për vetit tim. Shifej ai ke këto cilësi. Cilësia e parë, a gënjen? Nëse je e sinqert dhe nuk gënjen. Cilësinë e dytë, je njeri i besës, e mban fjalën. Dhe cilësia e tretë që përmend profeti alayhi salatu wasalam, i çon amanetet në vend, nëse dikush të ka dhënë një amanet, ta çosh në vend, amanet edhe me fjalë, pa amanet edhe materiale. Nëse dikush thot e ke amanet që mos t'i tregosh as kërkujt këtë fjalë që jam duke ta thënë, kjo është amanet. Dhe nëse nuk e mban këtë amanet, këtë premtim që ti ke thënë,
e ke thyn besë. E pesta, thot profeti alayhi salatu selam, ose e katërta se vjen, thot profeti alayhi salatu selam, ahfadhu furujakum, ruajeni nderin e juaj. Burra dhe gra, ruajeni nderin e juaj. Prandaj në një hadith tjetër, profeti alayhi salatu selam thot, më garantoni dy gjërat, ju garantoj xhenetin. Më garantoni gjuhën, ruajeni gjuhën dhe ruajeni nderin e juaj. Tjetra që e përmend profeti alayhi salatu selam në këtë hadith thot, wa ghuddu absarakum, ruajeni nderin e juaj dhe uleni shikimin e juaj për dy gjinit, burrat dhe gratë. Tu flitet për dy gjinit, edhe burrat edhe gratë, sepse i madhi Zot xhella xhelalu kur e përmend Kur'an për uljen e shikimit i drejtohet të dy gjinive, edhe burrave edhe grave, që ta ulin shikimin dhe ta ruajnë nderin e tyre. Kjo don pak ligjërat më të gjatë, sepse shikimin nuk do ta ruash vetëm kur je në rrugë. Shikimin do ta ruash edhe kur e ke telefonin përpara. Kur hyn në për rrjetet ndryshme sociale, kur hyn në YouTube, hyn në për ku e diun Instagram dhe hyn në për Facebook e diçka, dhe aty ta ruash shikimin. Shikimi nuk ruhet vetëm për jashtë, por shikimi ruhet edhe brenda. Dhe fundit që e përmend profeti alayhis salam në këtë hadith kush është? Thot, "Wa kufu aydiyakum", ruajeni durët e juaja. Për çka gjë ja Rasulullah ti ruajmë durët tona, që mos bëjmë, mos ta dëmtojmë as kërkën me dorën time. S'du ta dëmtoj as kërkën. Çka do të thotë subhanallah? Zullumi dhe padrejtësia në këtë kohë dhe dëmtimi me dorë me këtë kohë është më e zgjeruar se ka qenë kohën e profetit alayhis salam. Këtë hadith, këtë thënie e profetit alayhis salam unë e kuptoj kështu, që mos ti dëmtosh muslimanët as me dorë, po as me gojë. Si është dëmtimi me dorë? Mos ta vjedh. Mos ta rreh dikën padrejtësisht, mos ti gjyj dikujt padrejtësisht. Do të thotë se burri ka dorën më të fortë edhe t'jam shoj gruas vet. Si ti mteket. Baba ka dorën më të fortë edhe t'jam shoj fëmijës vet, si ti mteket. Nuk lejohet kjo. Plus dëmtim me dorë është edhe ti për shembull kur i shkruan dikujt e shan. I shkruan dikujt për shembull ke tash në Facebook e ke llolloj dhe shkruajnë komente të tilla me durët e vet, shkruajnë komente të jo të hishme, fjalë jo të hishme, ma ato dur, ai ka shkruajt. Ma ato dur o bë sebeb që me ta dëmtoj dikën edhe ta lëndoj dikën, po bë sebeb edhe ta bëj dikën që mos fle gjumë. Ta bëj dikën që edhe jetën e vet t'ja nxij me ato durët e veta. Prandaj kemi kujdes. Nëse kemi këto cilësi, 6 cilësi që i ka përmend profeti alayhi salatu selam në këtë hadith, dije se inshallah e ketë garantuar xhenetin Allahut subhana xhella xhelalu. Pra,